keq pse pëllën në këtë punë si politike. Nuk e di atë ne Hajretini Kushtova që ka qenë antar një subjekti politik. Jo, e fakt. E para, e dyta, Bajrami Xhepi, para se me qenë antar i PDK-s, kanë qenë antar i LDK-s. Ka qenë doktor i luftës, ka qenë humanist, ka qenë kryeministri parë i Kosovës me përkrahjen e doktor Ibrahim Rogovës, edhe ka qenë njëri prej kryetarëve të parë të kësaj komune. Ka kontribut jashtëzakonisht madh për vendin. Ky propozim duhet shihet për te bindjeve politike, seriozisht duhet shihet për te bindjeve politike, por me qenë se jem thash në prag të 27 vjetorit të rënies së dëshmorit Arni Hajretini Kushtova, propozimi erdhi si rrevoja saj. Jo pse unë e deshta, nuk po them me marrë vendim sot. Duhet më kuptu drejt çka deshta me thonë. Thash kërkoj me u inicu procedura i emërtimit të këtyre dy lokacioneve. 4 vjet qeverisje, nuk është më kujtu peke është ta shumica për tyre ka qenë ekzekutiv tjetë, është personalisht, se kujtu kur njëherë me e ngrit një iniciativë as për Bajrami Xhepin, as për Avni Kushtuvën. Dihet ku është kapitali i Avni Kushtuvës? Ku është? Po ku është? Kush e ka bërë për mendurin? Kush e ka bërë? Veç pa. Kush e ka bërë për mendurin në litë Avni Kushtuvës? 4 vjet kujna nuk i ka interesuar me propozu. Përveç kësaj, ne kemi propozu